Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar rreth ngjarjes së shpifur në fakt që ndodhi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Inati i nxjerr banorët nga vetja, mos kontrolli i vetes, mos kontrolli i emocioneve, i çon drejt situatës që ato të mos përmbahen edhe të gjuajnë dhe të godasin njëri tjetrin. Por çfarë ndodhi më konkretisht? Përse Kristi e gjuajti Rogertin? Tani unë do t'ua shpjegoj në detaje. Brikena dhe Kristi ishin duke bërë matematikat se çfarë do të porosisin, domethënë po bënin planifikimin e buxhetit javor. Gjatë kohës kur Brikena dhe Kristi po bënin këtë buxhetin, normalisht Juela dhe Rogerti janë një grup i vetëm dhe tentonin nëpër të gjitha format e tyre që të mundet ta shkatronin këtë kombinim apo këtë bashkëpunim që Brikena dhe Kristi po bënin. Juela fillimisht u afrua pranë tavolinës së bukës edhe i thot Brikenës që të lutem ma jep kalkulatorin. Brikena i thot disa herë që nuk mund të ta jap sepse jam duke bër kalkulimet e mia për porosit të cilat duhesh të bër. Ndërsa Juela tenton duke ngritur zërin disa herë, domethënë e pash që ishte një ndërhyrje me patjetër që duhesh të bëj, domethënë e bënte me kastile këtë gjën. Gjithsesi, kjo gjëja nuk është se e ndaloi domethënë situatën që Kristi të jetë i qetë. Kristi nuk foli, Brikena nuk foli, Juela vazhdonte akoma të tenton që ta merr gjën e vet, domethënë ta çon këtë gjën deri në fund. Çfarë ndodh tani? Domethënë vjen Rogerti, i cili është një përfitues situatas që në fakt unë e kam thënë dhe afrohet pranë tavolinës së bukës dhe merr fletët me inat, me urrejtje në momentin kur Brikena, domethënë po bënte kalkulimin dhe po bënte porosit. Dhe në atë moment Kristi revoltohet sepse ndjeu veten të ofenduar, afrohet pranë Rogertit edhe ja tërheq fletat në kuptimin që mi sill fletët këtu. Rogerti nuk ja jep dhe Kristi e gjuan me ujë dhe aty filloi në fakt gjëma e madhe. Për mendimin tim, këto gjëra që po ndodhin janë budallallik, por tani çfarë do të bëjmë ne? Unë do ta komentoj më shumë këtë pjesën, domethënë kjo gjë nuk duhet falur, mendoj që Rogerti është i tepruar në lëvizje dhe në vepra që bën. Tani ne do të kyçemi live në orën 21 në YouTube. Ju hajdini të gjithë te YouTube që ta komentojmë këtë pjesën dhe jepni dhe ju mendimin tuaj. A duhet zarftëzi apo nuk duhet zarftëzi në shtëpi?